ti hudhësh në të farë mënyre, ti tregosh gjithë të tjerëve, edhe unë t'jem e fundit që e marrë vesh, tash kjo më mirë për të kuptuar që ti këtë gjë e bën në të vërtetë se të shqetëson, apo kërkove që më në qull. Edhe mënyra se si zbukuron pastaj, ti je manipulant. Çfarë jam manipulante një? Unë nuk kam fare as turp, unë nuk kam fare as frikë të them që po, i kam lënë. Frikë për çfarë zemër? Për çfarë kem, për çfarë duhet të na kërkushës. Po pra, pse mos të them unë dy po i kam lënë ose po i kam marrë, pse ti nuk e pranon atë që them? Moshe i fare. Po pra. E ke një farë, po ke një formim, ke një profesion, çfarë frikë marr më pas të vjen të më çmen. Prandaj pra. Kjo është domethënë gjë e përdoret, pastaj e tjetra domethënë të më thot mua, ti e ke boll, ti je këtu. Ti çfarë profesion, kush je, çfarë bën ti? Business? Zemër, kushdo me qenë, edhe Bill Gatesi në radhë parë duhet me qenë njeri me pas respekt për tjetrin, se kur ke për tjetrin, ke edhe për veten, nuk do me thënë që... Ose unë nuk kam vetëm respekt për arritjet. S'ka lidhje, unë kam respekt. Jo gjithmonë arritjet me talente, me sakrificë zemra ime. Unë kam respekt edhe për dështimet. Për dështimet. Po, patjetër. Unë kam respekt edhe absolutisht po. Unë kam respekt edhe për ata që mundohen. Unë kam respekt për shumë gjëra sepse unë çdo gjë që e kam bërë sot ose unë e kam arrit vetë. Step by step, gjitha etapat e jetës unë i kam njohur nga ngjyrat nga më të ndryshme. Disa tjera nuk i kam njohur mbas më ka kursy Zoti, edhe shoqëri që më ka kursy, mbas të tjera vinë çon si ka. Shiko, unë thash që në fillim, pa diskutim që higjiena këtu në shtëpi lë për të dëshiruar. Po lë për të dëshiruar jo se s'duam. Më burnesh, po jena 19 veta. Nuk është muzeum. Ore edhe vetë me nejt. Një këtu do lëshi herët e dhe, do me thënë po, nuk është muzeum, nuk është muzeum, është farë me 20 veta, ka 7 ditë që jetojnë bashkë, se cili vjen me vese të tjera. Unë për shumë unë jetoj veta. Sa me ndonë ti që është e vështirë për mu, që unë t'i lëj gjë, t'i marrë, t'i qëjë për... Sepse unë jam njësë, unë i lëj aty ku du, i marrë kur du, e di vetë momentin kur i reguloj, por kjo nuk do të thotë që në shpinë time është... Pak më vonë dhe marrë, zemër. Faleminderit shumë plumshin durt. Që është në shpindime që është shpis. Nga njerë është pa regull në kuptimin e që i lej dosje. Tonë ka shumë letra në përshpi. Ka dosje, laptop, letra, sepse shumë gjëra i marrë nga zyre. Ta marrë këtë se të mëze frika. Fillojnë, bëtë të hedhë dikun, për të veç 2 minuta, ose një tamë për le këtu. Se këtu çdo gjë bëhet qimjatra. Po kjo për shumë kjo lloj gjëje, që bëhet që më kjo më jep një diskomfort, më nuk jetoj dot. Du të jetoj e qetë. Unë du të lejat nga njerë dhe aty të harroj. Du të shkë të marrë më vonë. Nuk mundesh ti, këtu nuk është... Janë ambientet përbashkëta, po. Po jo është i lirë të jetoj ashtu si çdo. Do të thonë është pjesa e tolerancës në mënyrën e jetesës si jeton ti. Ti për shembull ne këtu mund të kishim edhe njerëz që ti për shumë lutesh. Po, do të hapa të gjëmë, pra do të shkoj i liri të ashtë, do një moment do të dali jashtë që ta mundsoj ty. Kem tjere që mund të... Së me kalu, po do shkoj të ura. Po shumë 5 vakte ka tjere që i falin. Dikush tjetër mund kemi Kubën që është vegan. Duhet pra jam të thonë që duhet me respektu një tjetrin, edhe në qoftë se diskutojmë, krejt normal, arrihet gjuha e përbashkët, se s'është aq e vështirë. është edhe shoh një ironi në mënyrën e të folurit nga njerëzve që janë të rritur e të formuar, janë edhe artistë. Ja, një kështu gjasë që e këthejmë çdo gjë në humor, nuk është çdo gjë humor. Mirë, se tash edhe krejt s'kena ardhën kish. Jo. Është kur balanca fillon kur fillon e humb, fillon pastaj vihet më tepër ndukje. Më dhan për shembull edhe Mirë, ti mos e merr të na gjanat personale.
Jo personale, Se po edhe shikoj edhe në ambient, për shembull. Ti mundohu edhe me kuptu humorin dhe ose që tu ti ironin, ti shif edhe kush po ta bën, se jo krejt mos i merr shumë për zemër. Ti ato 2 gotat e verë sa i hoqe? Se kush më ka heq te koka. Se po të shkon qeni edhe po të Më rëzon. kishin hequr në gjes, nuk e di se kush ka hequr. Po nëse shumë mirë që i kanë hecë me të shku qeni o maci aty, hajde ka për të bënë namë. Edhe pash sot në mëngjes, që më ishte fryrë fytyra, më ishte bërë shumë keq. Dhe aty e bura re që kam arrit tek limitet e mia. Qa më bënë tini? Po mbledh ashtu, ngozhta. Oh, Hej, e si rristorme. Më pëndere. ose e lezetshëm është dhe kur hecën kështu. I tunden ato veshë shumë. Po jo, mu për që kur i qo Për kështu. kështu. O, zot! Kur mërë në gjë, pas kështë qa ka marë. Dhe i mori një kështu, kishte marrë një qese, Gjeti, sa nëzorria që a i e mbylli këtë derë. mori një qese, e kishte marrë atë ishte me mishtë që ishte. Edhe po vjerë, po shkjo nga larë. Pa një kështë majtë atë vjata, se fapë mori atë, doli jashtë. Edhe po ta haj atë, po ta hante atë, do ta hante do t'i bën të keq. Ti s'dit fortën, tje e o të vuna në cikletë ti radin. Mora të nxerë me qumsh, po pisi mas meje stormi. Mas meje unë me të nxerën e qumshit. Të zjerë që e kishin zjerë ata e kishin dënë jashtë ishe pre. Qumshi e mirë, e derë tek lavamanit e fakiri. Pa. Edhe tashin poshtë kishin ngel tip maze, po pak si e pjekur. Jo pak si e pjekur, po e pjekur, gogja. E tashi e mora atë, hajtë tash mos me zënë lavamanin, po e hedhë të pjesa e parit. Ku si shkoj më në kryet sekundave, sa e pa, të frërët e hëngre. Shumë shkallë. Po në mirë atë, po ngella se thash, ja tjetë i prishur, e po smuret, e mgelfaj mu, e kapi stresi, e pi radit. I thash orë shive, tha po s'ka gjitha se shi vogël qumshin e hanë. Ako ma sulave ti? Po pse? Po pse kush është? Hajde mama, to hajde mama, to hajde mama, to hajde mama. Po shko tashi. Ja të bëjtë, ja tre pompa. Rregullo mikrofonin. Vish 3 pompa du mi bo. Edhe shqyri që së smur. Se belaja. Prandaj edhe për këtë për qenin, po djetoni ta komunikonin, faktikisht është shqyr, Që? që kujt janë, Pa. qenë, se çështja është du ta pyes, ore, pjesa e dhimbjeve, ç'a të bëjmë? Edhe unë faktikisht di u mërzita shumë, sepse thash me siguri gjatë gjithë ditës thash do ta marrin, do qeni, do ta marrin, me siguri. Blerina. Nuk rin dot qeni, mikrofonin. nuk rin dot qeni non stop. Të ua, po di kur performonte, që i hypte në skenë. Ka hypi tek, jo, hypi, jo dhe ju më duket hypi te Mielma. Po të Mielma, për të Mielte, me dhe rritin ka ty të rrujt. Duket edhe te ne ka qenë. No? Duket edhe te ne ka qenë ky i vogli. Po, të ti kur performove ata. Kisha pas qefta kishin bë pak më bukur, më gjatë, kishin pak më të organizum. Se kishte ngel një kujtim i bukur, e di, po nuk e di, mbase duk edhe kështu është duk mirë, ku di. Po si shkove e preve ti ata. Bravo të qofë. Kështu ja, kështu për kur më thotë diçka, e do bëjmë këtë, unë i kushtoj maksimalisht. Po virqëresh. Po. Ja pa shumë, ama po nuk ma ktheve. Kam Respekti është, në vllajt. m'jep, t'jap. Jo, të zbion ziles,
10 herë ti shora sa mund t'jetë tash. Mos më thrasësh njëherë me thonë që ej. Jo, thanë do ta thrasin vetë. Shiko zemër. Po, e kuptoj. Ose mëra, kanë edhe këto strategjitë e tyre, t'ja e pe, për shumë për veshjet e Prime-it, herë në pa. Na ka lënë deri në moment fundit. Kështu që varet. Varet. Shiko, unë e kuptoj. Varet sa e gatshme jam unë, po unë nuk kam gjithë të bëj teatr. Teatrave do iki, unë du të bëj një bisedë profesionale me dikut, du të kanalizoj sa gjëra për veten time, në qoftë unë e shoh veten të paaftë për këtë gjë, as unë nuk ju bëj nder të rri. A më kupton? As vetes time, as këtyre, as njeriut. Fare. Ka disa gjëra që ti di ti bësh, se din, ka të gjëra që ti s'din. Po, patjetër. Unë për shumë mund të bëj një, që kapi mikrofonin kënda. Mund të kem pak zaj ushtroj, mund të ushtroj, për mbase nuk... Po ti këndoje shumë mirë. Për mbase, s'ka që ishte. Nuk di më shumë, pa Po ti për ashtë bravo, më habita. Më di gjëra tjera, më se ti bëj më mirë. Se di, se kam vendos. Edhe që vëre, soni është edhe ndryshimi i mentaliteteve, është shumë... Shumë i dukshëm. Ore, unë sa... Nuk kam lind këtu. Sa njeri gentil jam unë, ti e ke vënë që jam gjithmonë të lutem, faleminderit, sa ashtu, kur shkova në Itali, isha duke marrë një bilet të trenit për një distancë që është shkurtër. Edhe i thash përfeqere, mi spjega se se dija. E kështu, okej, grazie, i thash të u largova kështu. Po e pash një lloj qef mbetje të ati që më shërbeu. Edhe ula po prisja, aty dhe vjen një tjetër. Një zotëri, edhe i thotë, buongiorno, caro, këpton, si je, ashtu, e pyti, mund të jeni kaq që gentili, tha sa të më shpjegoni këtë. Nëse e shpjegoja i kështu, edhe mbaroi në fund fare. Grazie caro, molto gentile. Do të thënë e kanë gentilezën edhe janë shumë italiane, po. Jo, flas kultura europiane në përgjithësi, domethënë e kanë shumë këtë mirësjellje. Po. Sjellja edhe është pjesa edhe mënyra të menduarit, është thonë shikojnë shumë gjëra, është Marfora mikrofonin. Është ndryshe. Mënyra të menduarit është totalisht një tjetër. Po, nuk merr. Unë se për shumë e krahasoj edhe mënyra organizimit, është një tjetër. Këtu, nuk kam përjetu një herë të përmundet mosha. Aqë shumë. Më bën shumë përshtypje kjo gjë këtu. Kemi moshën, se unë jam i madh, se mosha është. Se mosha Shumë përmendet. Ti për shembull, ti je sa vjet i ke, ose kur bën një make-up një gjë, ti ka hequr 15 vjet, ti ka hequr 20 vjet. Shumë përdoret mosha këtu, është çuditshme. Pse do të më heqë më 15 vjet, 20 vjet? Gjithmonë vjen çfarë edhe do të më mami heqë fare? e thot gjithmonë siç përdoret mosha këtu në çdo i bën përshtypje. Prindërit nuk jetojnë këtu? Jo, unë vetëm mami, se mami jeton me mua, babi më ka vdekur para sa viteve. Vjen keq. Ky dielli do na marrë uniform apo me njolla? Ta ngrej kështu të parë Marrë se doja, mund të marrë me vrima. Dhe të pjesa ushqimit, kur i thonë këto ushqimet, unë nuk i kuptoj fare. Me hidra, me gjëra, me fara, me... Mirë, sa ato... Po nuk është se jam në zelje të ushqimi, ha të gjithë sa unës. Përveç se qumshtit. Qumshin, asu se... Qumshin se pi shalqirin se ha e kam inat, ma djem. Qa thua? Ta. E kam vdekje. Ma një kur shkone për pishina, këtu nga që ta mbushin. Ta mbushin. Me kështu.
Ju them gjithmonë, mos më sillni sallatë frutash. Ose për Për të varur. Se ta mushin gjithmonë me shalin dhe lën 2 rrush nga që shalin. Po ka njerëz për shumë që e kanë shumë qef. Vëllezërit e mi vdesin për shalin. po. Unë se kam qef fare. E kam shumë inat. Edhe këto janë është shumë e çuditshme, thoni sepse janë 2 gjëra që mua në fëmijëri një herë ka ndodhur, më kanë detyruar t'i ha. Oh, wow. Nice. And all that jazz. Ka parraqet aty vetëm kur doli. Është i vjetër se shika, i rresht. Po ku e ke varur atë pul? Ku ta varsha këtu? Kjo është Bravo, shishe. një futa i të lidh me. Sa mirë, jo, ta kemi dhe neve. Jo, për kështu e ka mendjen. Mungon kjo. Po ti që nga nxirr goxha. Unë edhe kam dalë një 2 herë në balkonin ku jetoj. Tash i çuditë njerëzit, po s'kam çfarë bëj. Sa mirë. Puna tepërt edhe Covidi herë na ka shkatërruar komplet, unë se njoh më trupin tim. Stërvitje s'kam bërë asnjëherë fare, u bë vite. Si jemi? Mirë. Duhesh pak shumë apo është pa rëndësi? Si e fryrë? E pak. Po. Është apo është kot? Është diçka që më ndodh gjithmonë kur nuk jam mirë. Po kjo dinte këtë metodën me akull që ta uli. Rafaela. Rafaela. Gjithë vend të akull në fytyrë, dje u habita. Po. E ul gjithë atë, thot. Ajnë tjenë. Unë nuk dua ta ul, dua ta kontrolloj kur ulet konkret. Ta kem në kontroll çështjen. Pak si shumë më duk, po s'ka gjë. Se për stormin janë ato? Fash. Tjep. S'kemi fasoleta? Do t'i japi petullat? Ja? Do japi petullat? Jo. Uj. Ato i ka për vete. Po stormi sigurisht shikon nga petullat. Që sigur. Jo, mos ja jep një. Nga trojt me rripin e kësa. Do ta presim të përtoja. Mos. Mika. Osta mirë. Po, shumë mirë. Po më vjen një motiv këngë i çuditshëm. Se po mendoja që t'i prap në hije, se shumë i fort dielli. Pa. Të filloj duke ja përkushtu diellit atë këngën dhe të mbaroj duke i thënë që të bukur që prej teje çelin dhe lulet, pemët e këto çelin dhe lulet. Të bukura janë lulet poshtë që rriten në diell, po unë preferoj lulet e hijeve. Oh. Stormi se do fare ti. Nuk është e lezet? Shumë e bukur. Dhe do ta ndërtoj. Inshallah kam në laps aty. Jo, nuk e do sa Mika. Edhe Adi se do mikën. Po që si futet? Mikën e kam shumë Kind. Që ndash.